Përgatis spetulla të thjeshta, do të më duhen 500 gram me miell të bardhë gruri, do të më duhet vaj me shumicë për skuqjen e tyre, do të më duhet 500 ml ujë, 10 gram sheqer, 10 gram maja, pak krip dhe sheqer vanilje. Në fillim do të vendosim sheqerin dhe majan, do t'i tretim dhe më pas këto do t'i përzjejmë tek mielli. Po do t'a lëm 15 minuta sheqerin në ujë të ngrohtë me gjithë majan që të fermentohen më shpejt. Në enën ku kemi vendosur miellin do të shtojmë kripën, sheqerin vanilje dhe pak nga pak do të shtojmë ujin, 500 ml me ujë dhe do t'i përzjejmë. Shtojmë tek brumi pak nga pak 500 ml me ujë dhe vazhdojmë të përzjejmë derisa të krijojmë një brum të derdhur dhe jo brum të fortë. Do të krijojmë brum të derdhur për petulla. Pasi e kemi shtuar të gjithë ujin tek tasti ku kishim vendosur miellin, e kemi përzier pa pushim dhe këtë përzierje do ta bëjmë për 15 minuta duke e rrafur vazhdimisht në këtë mënyrë brumin e përgatitur që të krijohet një brum tepër elastik i derdhur, por gjithashtu edhe i lidhur. Do ta rrajmë për 15 minuta dhe më pasi e kemi rrahur në këtë mënyrë për 15 minuta, do ta lëmë edhe 20 minuta që të fermentohet. Pasi brumi ka ardhur, e kemi lënë për 20 minuta, tani që është ngrohtë ai vjen shumë shpejt. Do të na duhet të vendosim tiganin ose një tenxhere të thellë, të ngrohet vaj. Gjithashtu na duhet edhe një enë me ujë për të lagur duart do t'i lagim shumë, që të kemi mundësi të japim formë petullave si të duam. Dhe mos të na ngjite nëpër duar, sepse brumin e kemi tepër elastik dhe të lëshuar. Do të hapim në këtë mënyrë dhe do t'i pjekim. Do ta lëm vajin të nxehet, nuk është nxehur akoma. Tani janë bërë petullat, janë skuqur, kur arrinin ngjyrë pjekje të bukur, i heqim dhe vazhdojmë me petullat e tjera, gjithmonë duke lagur duart përpara se të marrim brumin. Dhe ja ku i kemi vendosur të përfunduara petullat, këtu i kemi me mjalt dhe këtu i kemi me ketchup sipas dëshirës. Këto që janë me mjalt mund t'i spërkatim pak me sheqer pluhur dhe i kemi gati, janë bërë shumë të mira.